mundon 16 ditë përpara, jo më mos e 60 ditë pas shpalljes së rezultatit përfunditar të zgjedhjeve. Nuk ka asnjë detyrim për këtë subjekt ose për këtë subjekt tjetër që të depozitojnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në këtë moment dokumentet të cilat tregojnë mbi të ardhmat dhe shpenzimet e tyre si subjekt zgjedhor. Që do të thotë ne nuk e kemi këtë kontratë dhe nuk kemi asnjë lloj detyrimi te spekulimeve që bën dikush për t'ia kërkuar partisë demokratike në këtë moment. Ka në fakt, sikur se thash, deri në 60 ditë përpara pas shpalljes së rezultatit përfunditar të zgjedhjeve. Momentin që do ta kemi këtë kontratë, do të japim edhe gjykimin e vlerësimit tonë për këtë dokument. Për momentin nuk kemi se çfarë të më shumë se kaq.